nuk dukesh. Duke punuar në tokë, një banor i Bogovinas hasi në bomba të pashpërthyera. Ato ishin të vendosura në tenxhere. Menjëherë ka denoncuar në polici. SA ka raportuar se një arë në pronësi të babait në zonën e fshatit Bogovin ka gjetur një kofë me kapak në të cilën kishte disa mjete shpërthyese bomba, të cilat i përngjanin me bomba dore të tipit Kashigara. Është njoftuar një piroteknike nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe merren masat për zbardhjen e rastit. Në vendngjarje dolën nga qendra për menaxhim me kriza. Sipas tyre bëhet fjalë për bomba të reja dhe jo nga luftrat botërore, siç u dyshua në fillim. Në bashkëpunim me policinë e kemi bërë sigurimin e vendit dhe sot kolegu im ka ardhur dhe ka siguruar dhe ka bërë shmontimin e bombave. Bëhet fjalë për 8 bomba Kashigara të prodhimit kines, janë modeli i ri. Sipas informatave që mi dha kolegu jon, janë bomba të reja. Me ato mjete tash do të merret Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe do t'i rregullon në magazinet e tyre apo do të shpërthehen. Në rajonin e Pollogut shpesh gjenden mjete të pashpërthyera, por që zakonisht janë të mbetura nga lufta e parë ose lufta e dytë botërore. Një sasi më e madhe u gjet para disa muajsh para gjykatës së Gostivarit.